Muhammedi a.s. në gjithë jetën e tij, thot Aisha radiallahu anha, natën ka falur çdo herë nga 8 rekat namaz të natës, në Ramazan dhe jashtë Ramazanit, krahas teravive, po nuk ishin thjesht 8 rekat, ishin rekat. Tregojnë transmetimet ku i dashur i Zotit lexonte surën Bekare, Ali Imranit, vazhdonte me Nisa, Maide deri në surën En'am në një rekat, 8 gjuz të Kur'anit. Aq shumë falej, aq shumë lutej sa që kur e shihte Aisha, i bëheshin damarët e këmbës sa gishti i kërcenin të fryrë. Ja Resulallah, përse e lodh kaq shumë veten? Ja Resulallah, pse e ngarkon kaq shumë veten kur Allahu edhe po të bëje gabime të gjitha do t'i falte para dhe mbas? Pse e ngarkon kaq shumë? Fal më pak, fali më të shkurt. E ai buzëqeshte dhe i përgjigjej Aishës, nënës së besimtarëve, i thoshte kështu: Ja Aisha, ja Aisha, afala akunu abdan shakura? A nuk e meriton Allahu të jem një rob mirënjohës, një rob falënderues, një rob falënderues? A nuk e meriton krijuesi ynë që ne të jemi nga robrit e tij të pakët? Allahu na dhash në këtë muaj mirënjohjen në zemrat tona. Faleminderit Allahut, vazhdojmë me faljen e namazit.